Tetori është muaj që vishet me ngjyrën roz për të kujtuar një betejë që prek mira gra në mbar botën, luftën kundër kancerit të gjirit. Kjo fushat ndërgjegjësimi synon diagnostikimin e hershëm dhe trajtim në kohë, si mënyra më e mirë për të shpëtuar jetë. Kryeministri Edi Rama përcolli sot në rrjetet sociale mesazhet e 3 kampioneve të sportit shqiptar, që janë bërë zëri i kësaj fushate sensibilizuese. Atletja Luiza Gega, peshngritësja Enkileda Carja dhe boksierja Esmeralda Novruzaj. Në publikimin e tij, Rama ritheksoi thirrjen për kryerjen e mamografisë falas si një shërbim i ofruar për çdo grua dhe vajzë në vend. Tetori roz është kujtesë për të gjitha ne që shëndeti është gara më e rëndësishme që mund të fitojmë. Jam mësuar të vrapoj gjithmonë pas qëllimeve, por asnjë fitore nuk ka kuptim pa kujdesin për veten. Kontrolli i gjirit nuk është frikë, është forcë, është një hap i vogël që mund të shpëtojë jetë. Prandaj, bëje pjesë të rutinës tënde, kujdesu për veten, vrapo për jetën. Në peshngritje mësoj çdo ditë se si të ngre më shumë, por ka një peshë që duhet ta ndajmë të gjitha, atë të përgjegjësisht për shëndetin tonë. Tetori roz më kujton se forca nuk është vetëm fizike. Është forcë të përballesh me frikën, të mos anashkalosh shëndetin, të kujdesesh për trupin që të mban në këmbë çdo ditë. Bëje për veten, për ata që të duam, për jetën. Një kontroll i vogël sot mund të shpëtojë nga një peshë e rëndë nesër. Tetori është muaj që kujtojmë se forca nuk matet vetëm në ring, por edhe me guximin për të kujdesur për veten. Si boksiere, çdo ditë luftoj për të qenë më fort mendërisht edhe fizikisht, por betejë më e rëndësishme është ajo për shëndetin tonë. Kanceri i gjirit nuk zgjedh moshë, profesion apo stil jete. Prandaj, kontrolli i rregullt është një raund që secila prej nesh duhet ta fitojë. Mos e shty, mos e neglizho. Fuqia e vërtet qëndron në parandalim dhe dashuri ndaj vetes. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka shtrirë fushatën e saj sensibilizuese gjatë gjithë vitit përmes mamografive stacionare dhe njësive lëvizëse në qytete të ndryshme të vendit. Nëpërmjet platformës e-Albania, çdo grua mund të rezervojë orarin dhe vendin e kryerjes së mamografisë falas, duke e bërë kujdesin për shëndetin më të lehtë dhe të qasshëm për të gjitha gratë.